lavdi Zotit për vëllezërit e motra që na drejtojnë në adhurim çdo javë. Haleluja, është një bekim i jashtëzakonshëm. Faleminderit Berti për gjithë punën me grupin. Haleluja. Po Zoti është i mirë, amen. Jo kudo në vendet e botës njerëzit mund të përjetojnë atë çfarë ne po përjetojmë, praninë e Zotit, gjatë adhurimit, që ne mund ta përjetojmë Zotin së bashku në kishën e Tij. Është vërtet një hir dhe është një favor nga Perëndia. Haleluja. Që ne kemi mundësi të përjetojmë Zotin, të adhurojmë në frym, të adhurojmë me gjithë zemër. Kjo është shumë pjesë e rëndësishme e jetës tonë frymërore, jetës tonë me Zotin. Sepse neve na është thënë, Biblia thot shumë qartë që Ati kërkon adhurues. Amen. Ati po kërkon adhurues, jo thjesht njerëz që e quajnë veten krishterë. Ai po kërkon adhurues. Ka shumë njerëz që e quajnë veten krishterë, por nuk e adhurojnë Zotin. Adhurimi nuk është fare pjesë e jetës së tyre të përditshme. Kështu që Perëndia nuk është interesuar thjesht që të ketë shumë të krishterë në botë. Perëndia është interesuar të ketë shumë adhurues në botë që adhurojnë atë në frym dhe në të vërtetë. Në frym dhe në të vërtetë. Kjo është ajo çfarë intereson Perëndis. Perëndia është në kërkim të adhuruesve. Haleluja. Edhe nëse shikojmë jetën e Jezusit, kur dikush vinte ose le të themi thriste emrin e Tij, thoshte Jezus, biri i Davidit, ki mëshirë për mua, ai ndalonte. Do thotë, kur dikush e thret Zotin me gjithë zemrën, me gjithë shpirtin e tij, Perëndia ndalon dhe është i vëmendshëm ndaj thirrjes së njerëzve të tillë. Amen. Perëndia preket nga thirrja e vërtetë e zemrës sonë. Kur ne vërtet e kërkojmë atë me gjithë zemrën tonë, me gjithë shpirtin tonë, atëherë ai e lejon veten që ne ta gjejmë. Amen. Normalisht ka disa njerëz që e kërkojnë Perëndin nga halli, edhe e kërkojnë vetëm për hallin e tyre, nuk e kërkojnë sepse duan të kenë Zotin jetën e tyre. Ata thjesht duan që 1 ose 2 ose 3 probleme që kanë të rregullohen edhe kaq, edhe mirupafshim Zot. Po Perëndia nuk është i interesuar në gjëra të tilla. Dhe pastaj kur njerëz të tillë thonë, për shembull, ti mund t'i takosh edhe flet me ta, dëshmon për Jezusin, thotë, sa herë kam kërkuar Zotin unë edhe kur gjë s'm ka dhënë, s'është përgjigjur as i lutjet time, edhe mund ta japin një dëshmi të tillë apo jo? Edhe ne themi nuk përkon me atë çfarë ne besojmë për Zotin, sepse Zoti i vërtet gjithmonë na përgjigjet. Nëse kërkesa jonë është vërtet nga zemra jonë, nëse kërkesa jonë është vërtet vjen nga një zemër e sinqertë dhe një zemër e vërtetë. Kjo është ajo çfarë lëviz Perëndin. Haleluja. Dhe nëse shikoni në fjalën e Zotit, kudo që Jezusi ka shëruar, kudo që Jezusi ka çliruar, shikojmë ose ka bërë mrekulli, shikojmë vërtet atë etjen e njerëzve për të përjetuar Zotin, për të kërkuar ndihmën e Tij. Jairi vjen te Jezusi thotë, të lutem shpejto se vajza ime është shumë keq. Domethënë, ata sinqerisht po e kërkonin Zotin. Haleluja. Gruaja me fluks gjaku, 12 vjet, pa asnjë pikë shprese, bëje vetëm keq e më keq. Ajo me gjithë shpirtin e saj po e kërkonte Zotin. Allah pa e prek Jezusin, ajo po thoshte, nëse unë e prek unë do shërohem. Do thaj ajo ishte fokusuar që unë do futem kësaj turme dhe ishte rrezikshme për ta. Ajo në fakt rrezikoi jetën e saj sepse ne e dimë sipas ligjeve të Perëndis, një njeri që ka rrjedhje gjaku nuk mund t'i afrosh njerëzve të tjerë, pa thënë i papastër ose e papastër, duhet bërtiste. Ajo gruaja duhet bërtiste e papastër që njerëz tjerë largoheshin se po ta preknin ata do ndoteshin. Nëse dikush kishte rrjedhje gjaku në trup, nuk mund t'i prekte njerëz të tjerë sipas ligjit Perëndis. Ata konsiderohet papastër. Kështu që nëse dikush do ta bënte këtë dhe nuk do tregonte, po ta kapnin që e ka bër, ajo mund të rrezikonte edhe vdekjen. Po ajo rrezikoi, sepse ajo besoi që Jezusi do ta shëronte. Ajo besoi që Perëndia do të ndërhynte. Haleluja. Amen. Haleluja. Kështu që Perëndia ynë është një Perëndi që e dëgjon lutjen e sinqertë. E dëgjon thirrjen e zemrës. Kështu që nëse edhe ne si krishterë, ne kemi gjëra që i lutemi Zotit, kemi gjëra që ende nuk janë përmbushur,
kemi gjëra domethënë që janë ende në rrugë e sipër. Përgjigjja është në rrugë e sipër, por nuk do thotë që nuk do vi përgjigja. Sepse edhe Danieli kur u lut, apo jo, ai po lutesh, po agjeronte, dhe kur vjen përgjigja përmes një engjulli, ai tregon, thotë, unë jam vonuar sepse kam pas, domethënë, betejë në qiell, prandaj kam ardhur në këtë kohë, por nuk është që se thotë që nga momenti që ti e lutur Perëndia ka dëgjuar lutjen tënde. Domethënë, engjulli e konfirmon me fëmijën e Perëndisë që Zoti e ka dëgjuar që në momentin kur ti e lut. Por, derisa të vi përgjigja nga qielli, nuk duhet jemi aq budallënj mos e kuptojmë që ka edhe rezistencë, që në këtë botë ku ne po jetojmë është një djallë dhe ka dhe demon, të cilët pengojnë përgjigjet e lutjeve tona. Edhe Biblia thotë që ne jemi në një fushë betejë, apo jo? Që ne jemi në një luftë frymërore, edhe i ligu nuk i shon lehtësisht ato gjëra që ne i besojmë Zotit dhe ne janë tonat ato. Amen. Por ai i vjedh, ai i pengon. A thot Pali për shembull që në një rast thot disa herë janë përpjekur të vite ju, po djalli më ka pengu. Do thot nëse një apostull pengohet, edhe ne si besimtar mund të pengohemi nga i ligu. Por ama, i ligu gjithmonë dështon në fund, sepse ai nuk mund të rezistojë fuqisë Perëndisë. Edhe ne vetëm duhet të qëndrojmë në fjalën e Perëndisë, duhet të ngulmojmë në atë çfarë ne po i besojmë Perëndisë, haleluja. Siç ndau dhe Matilda 2 javë më parë dëshminë e saj, ne duhet të ngulmojmë në gjëra që besojmë. Nuk duhet heqim dorë. Edhe nëse vonon diçka, kjo nuk është jo nga Perëndia. Kjo është thjesht një thirrje që ti ngulmosh edhe më tepër në lutje. Amen. Haleluja, sepse ne nuk besojmë në një Perëndi që është si plaku i vitit të ri, ku ti shpreh thjesht një dëshirë në një copë letre dhe në fund vitit ai vjen dhe ta jep atë lodër që ti po e kërkon. Perëndia nuk është i tillë. Marrëdhënia me Perëndin është marrëdhënie e gjallë, sepse ai është i gjallë. Amen. Nuk është një krijesë e shpikur, ai është krijuesi ynë, edhe Perëndia përmes lutjes të fton që ti të ndërtosh marrëdhënien me të. Lutja nuk është një aktivitet fetar. Është bashkëbisedim me Perëndin. Edhe është mënyra kryesore se si ti e forcon marrëdhënien tënde me Zotin. Haleluja. Imagjinoni një martesë ku burri dhe gruaja s'flasin kurrë me njëri tjetrin. Çfarë lloj martese mund të jetë ajo? Katastrofë. Domethënë ku nuk ka asnjë lloj komunikimi. Çfarë martese mund të jetë ajo? Kur burri s'flet fare me gruan e tij. Dhe Biblia e krahason që marrëdhënia jonë me Jezusin është si martesa. E merr si mënyrë figurative. Haleluja. Kështu që lutja është vërtet një ndërtues i marrëdhënies tënde me Zotin. Nuk është një aktivitet fetar ku Perëndia thotë, "Ok, u lutë sot, mirë. Lexove Biblën, mirë." Edhe s'ka kur fare. E ke parasysh sikur burri të vinë në shtëpi i thotë gruas, "E bëre drekën? Mirë. E pastrove shtëpinë? Mirë. U kujdese për fëmijët? Mirë. Hajde mirëpafshim, shihemi nesër prapë." Edhe vi edhe vetëm bëj tik të gjërave që ti. Domethënë çfarë lloj martese është kjo? Kjo s'është martesë, kjo është një burr që ka një skllave në shtëpi, një shërbëtore në shtëpi, edhe thjesht e shfrytëzon. Kjo s'është martesë. Okej? Dhe Perëndia nuk është i tillë që vjen edhe vetëm shikon çka ke bërë sot ti, e i bën ato pikat tik tik tik, i ke bërë këto, hajde mirëpafshim. Jo, kjo nuk është ajo çfarë Biblia na thotë. Perëndia është shumë interesuar në jetën tonë, edhe ai është interesuar që ti të jesh mirë, që ti të ecësh përpara në jetë, që ti të begatohesh, që ti të rritesh në frymë, të rritesh në intelekt, të rritesh në trup, po jo përtej masave. Haleluja. Kështu që Perëndisi i intereson çdo gjë në lidhje me ty. Çdo gjë në lidhje me ty i intereson Perëndis. Amen. Por edhe neve duhet na interesoj çdo gjë në lidhje me Perëndin. Nëse ne duam që kjo marrëdhënie të jetë e shëndetshme. Haleluja. Duhet na interesoj ajo që i intereson Perëndis. Haleluja. Javës që shkoi un kam folur në lidhje me kishën, edhe kam përmendur disa gjëra që janë të rëndësishme për kishën lokale, sepse kisha është familja e Perëndis. Kisha është familja e Perëndis, edhe sa më shpejt që ti dhe unë e kuptojmë që kisha është e tillë,
aq më shpejt neve do hymë në bekimin e Zotit. Sepse shumë njerëz, duke mos e kuptuar që kisha është familja e Perëndis, që është diçka dytësore, nuk është aq e rëndësishme, humbin shumë nga bekimet që Zoti ka vendosur brenda kishës së tij. Kështu që unë dua thjesht ritheksoj ato gjëra që Bibla i thekson në lidhje me kishën. Kisha ka shumë vlerë. Ne herën e kaluar kam folur që prezenca e Zotit është më e fuqishme kur jemi të mbledhur së bashku. Edhe është ndryshe nga ajo prani që ti mund ta përjetosh kur ti je vetëm me Zotin në lutjet e tua. Këtë e ka thënë Jezusi, nuk e them unë. Ai ka thënë ku 2 ose 3 janë të bashkuar në emrin tim, unë jam në mes të tyre. Unë jam në mes të tyre. Jezusi gjithashtu ka thënë që unë do jem me ju deri në fund botës, kështu që nuk është që ai na lën neve kur ne dalim nga kisha, por është një tjetër prani e Zotit kur ne jemi të mbledhur së bashku, dhe këtë nuk mund ta zaventësosh në asnjë mënyrë me diçka tjetër. Nuk zaventësohet. Nuk zaventësohet. Është sikur ti themi Mateos, le të themi, ose fëmijës tonë që, okay, po ta jap fotografinë e babit dhe mamit, edhe kur ti mërzitesh veçëri me fotografinë dhe gjithçka ka me shku në rregull. Nuk mund zaventësoj fotografia me realitetin e babit dhe mamit. Nuk mund ta sa do ti fotografinë e shikon mami dhe babin aty, por nuk zaventësohen asnjëherë prindi me një fotografi, apo jo? Kështu është edhe me kishën. Njerëzit që thonë, okay, unë jam pjesë e kishës, po asnjëherë nuk janë në kishë. E kanë atë fotografinë, po nuk e kanë realitetin. Ne duhet patjetër të jemi pjesë e një kishe lokale. Dhe nëse nuk jemi, atëherë jemi në fakt në rrezik, sepse djalli atë do që ta heq delën nga vatha. Edhe kur e heq nga vatha, atëherë e ka shumë lehtë me dëmtu atë dele. Po kur delja është brenda vathës, atëherë ka shumë vështirë, sepse ujku e ka shumë vështirë me sulmu kur janë shumë. A kur është një atje në qingj atje në pyll, atë e fshin shumë lehtë. Kështu që Perëndia dëshiron që çdo delje e tij të jetë brenda vathës. Brenda vathës. Dhe tek Efesianët kapitulli 5 thamë që ashtu është fjala e Zotit e vargu 29 ku thuhet askush nuk e uren mishin e vet, por e ushqen dhe kujdeset me butësi për të, sikurse edhe Zoti bën me kishën. Zoti bën me kishën. Pra, kjo ndodh në kishë, në kontekstin e kishës. Çfarë thot? Ashtu si njeriu nuk e uren mishin e vet, ju se ureni trupin tuaj, ju kujdesni për trupin tuaj, e ushqeni 3 herë në ditë. Disa janë 4 ose 5. Ma shumë se ç'duhet, okay? Ju e pastroni trupin tuaj, shkoni qetheni, nuk rini me antena rreth e rrotull. I rregulloni flokët, rregulloni fytyrën, visheni me rroba të pastra, etj. Ju kujdeseni shumë mirë për veten tuaj. Dhe këtë po thotë edhe fjala e Zotit. Ju kujdeseni mirë për trupin tuaj. Thotë ashtu dhe Jezusi, kujdeset për kishën e vet. Edhe thotë e ushqen dhe kujdeset me butësi për të. Kështu që ku mund ta përjetojnë këtë kujdes dhe këtë ushqim kur janë brenda kishës? Jashtë kishës nuk mund ta përjetoj këtë, sepse kjo ndodh vetëm brenda kishës. Brenda kishës Perëndia na ushqen, brenda kishës Perëndia kujdeset për ne. Si ndodh kjo në mënyrë praktike? Në mënyrë praktike ndodh kështu. Ti takohesh me besimtarët e kishës dhe ke një hall. Edhe një besimtar në kishë, sepse ne kemi thënë edhe kemi dëgjuar gjithë ato herë, që përgjigja e çdo problemi është një person. Përgjigja e çdo problemi që ti ke, halli që ti ke është një person. Zoti ka një zgjidhje, por kur ti je vet i izoluar, nga do të marrësh zgjidhje? Nga Facebooku, nga interneti? Jo, nga lajmet? Jo. Zgjidhja nuk është aty. Zgjidhja është te një vëlla ose një motër që dëgjon frymën e Zotit, që mund të t'jap ty urtësinë që ti ke nevojë, sepse në trupin e Krishtit gjithmonë ka dikush që është më i rritur se tjetri. Në trupin e Krishtit nuk ka komunizëm, nuk janë gjithë një lloj. Ka disa që janë më të rritur në Zotin dhe disa që akoma janë në rritje e sipër. Kështu që kur ti vjen në kishë, kujdesi i Zotit do të shfaqet. Çfarë do lloj problemi që ti ke? A nëse ti je rri jashtë kishës, sa do përplasesh me lloj-lloj probleme, qoftë
shoqërore, qoftë frymërore që s'dini zgjidh vet, sepse zgjidhja është në kishë. Jezusi ushqen kishën me butësi dhe kujdeset me butësi për të. Ku e marrim ne ushqimin? Ushqimin frymëror ne e marrim brenda kishës. Ne vim, dëgjojmë fjalën e Zotit, jo vetëm nga pastori, ne dëgjojmë edhe nga dhuratat e tjera të shërbesave që Zoti i ka vendosur, mund të jenë ungjilltar, mund të jenë profet, mund të jenë apostoj, mund të jenë mësues fjale, dhe ti vjen ku? Prap në kishë. Dhe në kishë ti ushqehesh. Tani unë nuk më e mend ndoshta çfarë kam ngrënë javës që shkoj. Më pyet mua, nëse më pyesni mua çfarë kam ngrënë javës që shkoj, haleluja, nuk do ta mbaj mend. Por ama jam i sigurt që javën e kaluar kam ngrënë. Këtë e mbaj mend, kam ngrënë. Po nuk e mbaj mend çfarë kam ngrënë. Dhe kështu është edhe kur shkojmë në kishë, ne ushqehemi dhe Zoti na flet për diçka atë kohë, për shembull sot do t'ju flas për diçka. Ndoshta jo për gjithçka, sepse nuk jemi këtu me marr pamjen e gjithë jetës sonë, se kështu nuk funksionon Bibla, por Zoti mund t'jap hapin e radhës, ndryshimin e radhës, drejtimin e radhës, çfarë ti ke nevojë, çfarë gjë ti ke nevojë të bësh tani, në gjendje ku ti je sot. Ose mund të paralajmëroj për javën që po vjen, që ti të përgatitesh, që ti të bësh diçka, që ti paraprish disa gjëra që mund të jenë ndoshta problem, mund të shfaqet problemi, dhe ti je para përgatitur, se Zoti ka dhënë një fjalë, Zoti ka dhënë një ushqim, edhe ti je para përgatitur. Haleluja. Amen. Haleluja. Kështu kujdeset Perëndia në mënyrë praktike. Mos shkojna dikun larg asaj që Bibla na thot. Ti vjen në kishë, aty ushqesh, aty dikush mund të kujdeset për ty. Për shembull, ti vjen në kishë dhe tregon hallin tënd, dhe dikush thot, "Oh, se kam ditë fare që je në këtë gjendje. Prit se mund të ndihmoj unë me këtë gjë." Sa herë kemi gjetur përgjigje thjesht sepse kemi ardhur në kishë, kemi gjetur përgjigje për problemet tona. Amen. Haleluja. Ose dikush që është frymëror mund të dalloj tek ne diçka që s'është në rregull. Edhe kur ti e takon, ai personi flet me ty, flas prapë në kishë, ti vjen në kishë, personi flet me ty, thot, "Më duket se ti flet, për shembull, ti thua, këtë javë kam bërë këtë, ja thash kësaj kështu, i thash këtij kështu", edhe personi që është frymëror thotë ke bërë gabim. Nuk duhet ishe përgjigjur ashtu. Pse? Po unë kisha të drejtë. Ndoshta kishe të drejtë, po në frym kjo është e gabuar, le të themi, ëh? Sepse ne nganjëherë nuk e dim që ato fjalë që lëshojmë, sepse ne mund të jemi të drejtë me fjalët, po të gabuar në frym. Unë e kam përmend atë rastin atij fëmie disa herë që është në shkollë, edhe zysha tërkoni thoshte ulu, edhe ai rezistante, ai thoshte ulu, ai prap rezistante, edhe në fund zysha gjeti një mënyrë që nëse s'ulesh, domethënë do të hash diçka. Okej? Edhe ai djali u ul edhe prap I tha, "Zysh, tha, unë vërtet jam I ulur, po nga brenda jam këmbë." Do thotë, çfarë është kjo? Qëndrimi I gabuar, ti mund të jesh fizikisht mirë, por nëse ke qëndrimin I gabuar, prap je gabim. Edhe prap je në mëkat. Edhe prap kjo është një derë e hapur për djallin, që në momentin që ti vazhdon ecjen tënde, ai do të rrëzoj dikun, sepse qëndrimi I gabuar, patjetër Satani e përdor qëndrimin tonë të gabuar për të na rrëzuar, qoftë në një mëkat ose një gjë, ose për të na vjedhur diçka, dhe ti mendon, po unë e kisha të drejtë, por në zemër ti se kishe të drejtë. Edhe kjo është ajo çfarë neve na ndihmon kur jemi në kishë, që një njeri frymëror e dallon këtë. Ja për shembull, ishim me Mirandën në këtë konferencë, edhe është një person që ne e çmojmë shumë, është një person I lutjes, okay? Edhe në një vëzhgim, thjesht që ajo pa dy njerëz afër njëri tjetrit, tha ka diçka që s'shkon mes këtyre dyve. Pa I njoftë mirë njerëzit. A e kuptoni? Do thotë njeriu frymëror mund të dallojë edhe në frym kur një marrëdhënie nuk është në rregull. Ne mund të themi ç'kemi si je dhe përqafojmë, por brenda zemrës tonë marrëdhënia nuk është në rregull. E tjetri një njeri frymëror, dhe prapë them kontekstin e kishës ndodh kjo, sepse në kishë gjejmë njerëz frymëror. Nuk po shkojna në botë me lyp njerëz frymëror, sepse ata njerëz në botë kanë tjera frymra. Ne kemi frymën e Krishtit. Amen. Kështu që ti ke nevojë. Unë kam nevojë për sy të tjerë, jo vetëm për sytë e mi. Ka dikush tjetër që shikon më tepër se sa unë dhe më thotë, Tomar, këtu është gabim. Tomar, kjo lloj sjellje nuk është rregull. Edhe fryma e Zotit çfarë bën? Fryma e Zotit na ndihmon që ne të mos ngecim, që ne të mos rrëzohemi. Dhe kjo është kujdesi I Krishtit për kishën.
Kjo është se si Krishti të ushqen ty kur je në kish, kjo është si Krishti të kujdeset për ty, nuk do vi ai vetë këtu dhe me thonë ty, ti, jo, ai ka njerëzit e ti. Ne gjithë që besojmë te Krishti, ne i përkasim atij dhe ne kemi frymën e shenjtë. Edhe fryma e shenjtë do na përdori, haleluja, për ndërtimin e njëri tjetrit, për mbrojtjen e njëri tjetrit, për kujdesin ndaj njëri tjetrit. Dhe kjo është se si Krishti punon brenda kishës lokale. Vetë Jezusi ka thënë te Mateu 16:18 ka thënë, unë do ta ndërtoj kishën time dhe dyert e ferit nuk do ta mposhtin atë. Do thot, kë po ndërton Jezusi, ai po ndërton kishën. Ai po ndërton kishën. Prandaj ne nuk duhet të neglizhojmë kishën. Ne nuk duhet të përbuzim kishën. Ne nuk duhet të heqim dorë nga kisha, sepse aty është puna e Krishtit. Krishti po punon, Krishti po e ndërton kishën e tij. Haleluja. Dhe ti dhe unë jemi pjesë e kësaj ndërtese. Amen. Ai po na ndërton ne, po ai edhe gjithashtu ndërton përmes nesh. Haleluja. Lavdi Zotit. Tek Efesianët 5 vargu 25 thot kështu. Është prapa ajo figura midis burrit dhe gruas që e përdor Pauli, thot ju burra ti doni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti e ka dashur kishën dhe e ka dhënë veten e vet për të. E ka dhënë veten e vet për të. Pra, nëse këtu është kaq e qartë që Jezusi ka dhënë jetën e tij për kishën e tij, atëre pse nuk duhet të ketë kisha rëndësi për ne, nëse Jezusi e dha jetën e tij për kishën, pse nuk duhet kisha të ketë rëndësi për ne? Se këtu thuhet që ai ka dashur dhe e ka dhënë veten e vet për të. Do thotë që nëse Jezusi e don kishën, edhe unë duhet ta dua kishën, sepse unë jam i Jezusit. Unë nuk jam një kishë tjetër, unë jam kisha e Jezusit. Unë jam pjesë e kësaj kishe që ai e do dhe vdiq për të. Atëherë edhe unë duhet ta dua kishën. Po mua nuk më pëlqen ky filanin kish. Nuk më pëlqen ky predikues. Ose nuk më pëlqen kjo shërbes. Ka lloj gjërash që neve mund të mos na pëlqejnë. Okej? Sepse ne nuk po themi që kisha është e përsosur. Por krahasojeni me familjen tuaj fizike. A pëlqejmë ne gjithmonë vëllezërit dhe motrat tona në mënyrë se si ata sillen? Ndoshta përgjigja mund të jetë, nëse jemi të sinqert, përgjigja do të jetë jo. Nuk pëlqejmë gjithmonë si janë e vllajt ose të motrës. Po prapë kemi vëlla dhe motër, nuk i zhdukim dot. Nganjëherë dhe sjellja e prindërve nuk na pëlqen kur jemi fëmijë. Normalisht për shembull, nëse unë djalit tem nuk ja plotsoj dëshirat, thot babi do thot ndaj fjalë që s'po i pëlqen. Okej, do ta shpreh. Por duke qenë më i rritur se ai, unë e kuptoj. Unë e kuptoj që ai ka dëshira mishi dhe unë e kuptoj që nuk do t'ja plotësoj gjitha dëshirat, edhe unë e kuptoj që mishi i tij do kthehet kundra meje, edhe do të ngrej zërin ose pse ma bën ti këtë ose mund të thotë kjo është e padrejtë. Që unë se lë të shikoj televizor atë sa ka dëshirë. Ose të jetë në YouTube atë sa ai ka dëshirë, ha? Ti si je i drejtë, babi. Kjo është e padrejtë, babi. Ashtu mendon ti, por unë e di që është shumë e drejtë. Është shumë e drejtë. Dhe kështu edhe në kish, ne mund të gjykojmë të tjerë duke thënë kjo s'është shumë e drejtë në kish, s'duhet bërë kështu në kish, edhe e fusim logjikën tonë në punë dhe nuk e fusim fare frymën tonë në punë. Unë nuk shkoj në kish për të gjykuar njerëzit. Unë shkoj në kish për t'i dashur njerëzit. Nëse ti vjen për gjykuar, kjo është në vend e gabum. Sepse Krishti tashmë ka paguar për gjitha mëkatet tona. Ai u gjykua për ne, u dënua për ne, kështu që ne nuk jemi këtu për të gjykuar dhe dënuar njerëzit. Ne jemi këtu për t'i dashur njerëzit. Amen? Ti vjen në kish për t'i dashur tjerët, për treguar kujdesin dhe dashurinë e Zotit ndaj të tjerëve. Dhe normalisht duke dhënë dashuri ti do marrësh dashuri. Nëse ti jep gjykim, njerëzit do të gjykojnë edhe ty, sepse Jezusi tha me atë mas që ti mat, të tjerë do të masin ty po ashtu. Nëse ti gjykon tjerët, edhe tjerë do të gjykojnë ty. Kështu që kisha nuk është vend ku ne shkojmë për të gjykuar, kisha është vend ku ne shkojmë për të dashur njerëzit. Amen. Dhe shkojmë për ta dashur Perëndin pikë së pare, po edhe gjithashtu për treguar dashuri ndaj vëllezërve dhe motrave. Haleluja. Sepse Jezusi e don kishën. Haleluja. Dhe te Veprat e Apostujve 20 thot vargu 28, Pali thot drejtuesi thot tregoni kujdes për veten tuaj dhe për gjithë tufën, në mes të cilëve fryma e shenjtë ju ka vënë si kujdestar,
që të kullot një kishën e Perëndis të cilën ai ka fituar me gjakun e tij. Pra kisha është e fituar me gjakun e Jezusit. Jezusi ka paguar një çmim shumë të lartë për kishën e tij. Edhe nuk është duke bërë diskutim me ne, a të pëlqen ty, a të pëlqen ty. Jezusi thotë, unë kam derë gjakun tim. Unë e kam derë gjakun tim për ty. E kam derë gjakun tim për ty kisha ime, thotë Jezusi. Amen? Dhe asnjëri prej nesh nuk është këtu për të gjykuar kishën e Zotit, sepse është e tij dhe ai e ka bler me gjakun e tij. Ne s'kemi derë gjak për kishën tonë. Okej? Ne s'kemi bërë asgjë, le të themi, ndaj sakrificë të tillë çfarë Krishti ka bërë për kishën e vet. Kështu që ne duhet të respektojmë atë për cilën Jezusi sakrifikoi gjakun e tij. Ne duhet të respektojmë kishën, ne duhet të nderojmë kishën e Zotit dhe ne duhet kujdesemi që vërtet të kemi atë zbulesën e dur në lidhje me kishën e Zotit. Dhe kur njerëzit ankohen dhe flasin keq për kishën, ose thonë unë jam shumë i zhgënjur te kisha, ose mua më ka ndodhur kjo ose kjo, unë them, okay, njerëzit vërtet mund të na lëndojnë, po prap, kjo nuk është një arsye që ne ta shajmë kishën për shkak të një individi që s'po e dëgjon frymën e Zotit, po ecën në mish etj. Sepse ka shumë njerëz që në emrin e Krishtit kanë bërë gjëra shumë të këqija, po kjo nuk do thotë që Krishti ka urdhëruar ata. Ka të krishterë që kanë bërë gjëra jo të mira, por kjo nuk do thotë që Krishti ka urdhëruar ata. Pavarësisht, njëherë mora një libër, dikush më tha, edhe titulli i kishës, i librit ishte diçka e tillë, kisha, një nënë e dashur apo një njerëke e ligë, diçka e tillë. Ky është titulli i librit. Dhe po mendoja, thash, po, për disa mund t'ju duket si një njerëke ligë, sepse asnjëherë s'kan qenë kishën e vërtet. Sepse kisha e vërtet nuk mund t'jetë një njerëke ligë. Kisha e vërtet do jetë gjithmonë një nënë e dashur. Kisha e vërtet. Kisha e vërtet gjithmonë do jetë një nënë e dashur. Sepse aty do të shpreh dashuria e Zotit. Amen? Vetë Kalvini ka thënë, nëse Perëndia është aty yt, atëherë kisha do jetë nëna jote. Domethënë ka një lidhje. Por ama edhe fjala e Zotit e qartëson që brenda kishës, kur thot për ditët e fundit për shembull, kur do vi fundi i botës, çfarë thot Jezusi? Thot që Exhra dhe gruri do rriten së bashku, thot. Edhe engjëjt kur vinë do të ndajnë Exhrën nga gruri. Po derisa të vinë engjëjt, ato Exhra dhe gruri do jenë bashkë. Do thotë që edhe brenda kishës lokale do ketë diçka që nuk është grur, është edhe Exhër. Edhe ne nuk kemi mundësi, ne nuk kemi engjëjt mi shkul Exhrat nga, sepse kisha do jetë gjithmonë e hapur dhe për jo besimtar, do jetë disa mund të jenë ende në kërkim të Zotit, nuk janë shpëtuar dhe se njohin Zotin dhe mund t'i lëndojnë tjerët, sepse se njohin Zotin, nuk janë vërtet të lindur sërish, e ne duhet kemi kujdes. Edhe për veten tonë, ne duhet kemi kujdes që të mos i fusim gjithë në një thes, e themi, ishte ai filani në atë kishë, por ndoshta ai filani s'ka qenë fare, ndoshta ka qenë Exhër, s'ka qenë grur. Po ne nuk e dim atë. Është vetëm fundi i botës që do të ndaj Exhrën nga gruri, edhe pse do rriten së bashku. Tek Mateu 18, vargu 16 deri 18, është ajo pjesa ku Jezusi thot që nëse dikush brenda kishës nuk po ecën ashtu siç duhet me fjalën e Zotit, që duhet korrigjohet. Edhe thot kështu, thot, në qoftë se nuk të dëgjon, do thon personi që ka mëkatuar, merr me vete 1 ose 2 vet, që çdo fjalë të vërtetohet nga goja e 2 ose 3 dëshmitarëve. Nëse pastaj refuzon t'i dëgjoj, thuaj kishës. Në qoftë se refuzon ta dëgjojë edhe kishën, le të jetë për ty si pagan ose tagramledhës. Në të vërtetë po ju them se gjitha gjërat që do të keni lidhur mbi tokë do jenë lidhura edhe në qiell. Dhe gjitha gjërat që keni zgjidhur mbi tokë do jenë zgjidhur edhe në qiell. Do thotë këtu flet për autoritetin e kishës lokale, që kisha ka autoritet të lidh gjërat dhe të zgjidh gjërat. Po fillimisht në kontekstin që është këtu, kisha ka autoritetin që t'i zgjidh sa gjëra mosmarrveshje midis besimtarëve. Kisha e ka këtë autoritet. Amen. Kështu që kur kemi probleme vëllezër dhe motra, çfarë thot fjala e Zotit? Së pari shko te personi thuaj.
nuk të dëgjon. Merre një vëlla tjetër më atritur, foli pra personin, nuk e dëgjon. Okej, atë shko te kisha. Domethënë flet në autoritetin e gjithë asamblesë tani, grupit kishës, edhe brenda kësaj ka autoritet, ka drejtues, të cilët pastaj mund t'i flasin këtij personi që shiko, ka thënë filani se ke dëgjuar, kanë thënë dy së bashku se ke dëgjuar. Tani po themi edhe ne që jemi drejtuesit e kësaj tufe ku Zoti na ka vendosur, që ajo çfarë ti ke bërë është mëkat dhe ti duhet të pendohesh, Po jo, unë mendoj që unë s'kam mëkatuar, okay? Atëre fjala e Zotit thotë që e përmenda më para, gjithmonë në trupin e Krishtit ka dikush që është më i rritur se tjetri. Nuk janë gjithë komunista. Okay? Pra ka dikush që e njeh Zotin më shumë, edhe nëse neve, atëherë çfarë ndodh? Atëherë drejtuesit e kishit, okay, ne duhet të lirojmë ty. Sepse ti nuk po përshtatesh, nuk po përputhesh me grupin e kishës, nuk po përputhesh, ne duhet të lirojmë ty. Domethënë i bie që përjashtojmë nga kisha, pse? Që ti të shkosh dhe të reflektosh në ato gjëra që ti mendon se janë drejta dhe gjithë tjerë thonë se janë drejta. Ti mendon që s'ke mëkatuar, gjithë tjerë po thonë që ti ke mëkatuar. Normalisht kjo gjithmonë do bazohet në fjalën e Zotit, se nuk po flasim ne, mi thon personit ke mëkatuar se është qefi im. Jo, sipas fjalës së Zotit. Ke thënë këtë, ke bërë këtë dhe Biblia thotë jo kështu dhe jo ashtu, se Biblia e ka shumë të qarta gjërat, nuk të le Biblia me hamendsu. Biblia e ka gjitha në rregull. Kështu që në bazë të fjalës korrigjohet personi, nëse nuk do, atëri bie që ai person duhet largohet nga komuniteti i krishterë. Dhe nëse ai pendohet është i mirë pritur, por nëse s'pendohet do ngeli jashtë. Edhe ky është realiteti i kishës. Amen. Kur ne shikojmë që dikush po prish unitetin, po prish dashurinë, po prish kujdesin brenda trupit, ne duhet merrem me atë sjellje. Kjo është çfarë dhe këtë e ka kisha autoritet. Nuk do shkojmë si thot Pali, pse shkoni në gjyq me njëri tjetrin në botë, as ka njerëz të urtë mesin tuaj mi rregullu gjanat, pse duhet shkoni në përgjygje edhe të rregulloni çështjet, duhet të ketë patjetër njerëz Zoti ka sjell njerëz me urtësinë e tij brenda trupit të tij, brenda kishës, po disa njerëz nuk i pëlqen. Kjo është ajo që dua të them, që disa njerëz e shikojnë kishën si diçka ndryshe nga ajo çfarë fjala e Zotit thotë, që kisha është familja e Zotit. Nuk është një organizat, nuk është një godin, është familja e Zotit. Edhe në familje, edhe ne në familjet tona përpiqemi të rregullojmë gjërat brenda familjes. Amen. Dhe kështu edhe rregullohen brenda familjes Zotit. Por ligji ynë do jetë fjala e Perëndis. Do i rregullojmë sipas fjalës së Perëndis, sepse në familje njerëzit i rregullojnë gjërat sipas interesit. Por në familjen e Zotit i rregullojmë sipas fjalës së Zotit. Haleluja. Kështu që ka shumë gjëra që Perëndia na mëson në lidhje me kishën. Edhe sa më shumë që ne i kuptojmë këto gjëra, aq më mirë për ne. Mënyrën se si e shikojmë kishën e Perëndis, mënyrën se si nderojmë njëri tjetrin brenda kishës lokale, mënyrën se si flasim për kishën lokale. Të gjitha këto gjëra kanë rëndësi për jetën tonë. Kanë shumë rëndësi për jetën tonë. Haleluja. Te Veprat e Apostujve kapitull 13, tek vargu 1 thotë kështu: Në kishën e Antiokisë ishin profet dhe mësues, Barnaba, Simeoni, i quajtur Niger, Luci i Kireneas, Manaeni, që ishin rritur bashkë me Herodin Tetrak dhe Sauli. Ky varg tregon që në një kishë lokale kishte profet dhe mësues, edhe i thot me emër. Do thot brenda kishës janë dhuntit e Perëndis. Brenda kishës lokale janë dhuntit e Perëndis. Mund të ketë profet, mund të ketë mësues, mund të ketë ungjilltar, mund të ketë apostoj, mund të ketë njerëz që kanë dhuntinë e administrimit, mund të ketë njerëz që kanë dhuntinë e besimit, dhuntinë e mëshirës, dhuntinë e drejtuesit, ka shumë dhunti që fryma e Zotit i ka dhënë kishës. Pa ato janë brenda kishës. Se këtu në këtë varg i thotë në kishën e Antiokisë, pra në një qytet caktuar, ishin profet dhe mësues. Tani në botën ku ne po jetojmë ka shumë profet dhe mësues që janë jashtë kishës lokale. Edhe ka shumë njerëz që i ndjekin ata. Por ajo çfarë ne shohim fjalën e Perëndis është që këto, çfarë do lloj shërbese, më e mira, më e bukura është të jem brenda kishës, jo jashtë kishës. Brenda kishës lokale.
Po kur profetët e mësuesit nuk gjejnë hapësirë brenda kishës, atëherë ata thonë, unë do formoj shërbesën time dhe dalin jashtë kishës edhe formojnë shërbesat e tyre. Kështu që kjo ka ndodhur dhe ende është aktuale në botë, që ka profetë dhe mësues jashtë kishës lokale dhe ka profetë dhe mësues brenda kishës. Po e më e mira është të jem brenda kishës, sepse kjo është ajo që Perëndia ka dizajnuar, që ne, pavarësisht, a nuk thotë që te letra e Efesianëve që Jezusi i dha kishës këto dhunti, ja dha kishës këto dhunti. Nuk ja dha njerëzve këto dhunti, po ja dha kishës. Amen? Apostulli, profeti, ungjilltari, mësuesi, pastori, këto janë dhunti të shërbesës që Jezusi ja dha kishës së tij. Nuk ma dha, për shembull, dhuntia e pastorit nuk mu dha mua, ju dha kishës së tij. Unë thjesht po shërbej në dhunti, po dhuntia është për kishën. Nuk është që unë të bëhem dikushi, është të jem vegla në dorë të Perëndisë për të qenë bari për besimtarët. Dhe ai që e ka dhuntin e profetit, nuk e ka për profetizu për veten, po e ka këtë dhunti për profetizuar çfarë Zoti do për njerëzit brenda kishës. Haleluja! Kështu që ka shumë rëndësi kur ti shkon në kishë, sepse ti mund të përballesh me dhuntit e Perëndisë. Ti mund të përdorësh nga fryma e Zotit, por gjithashtu ti mund të përjetosh bekimin e Zotit përmes dhuntive të shërbesës. E kjo ndodh brenda në kishë. Edhe është shumë e mrekullueshme kur ti dhe unë jemi, sa herë ka ndodhur që jemi në kishë dhe përjetojmë praninë e Zotit përmes dhuntive të shërbesës. Që dikush na ka inkurajuar me një fjalë profetike, dikush na ka dhënë një fjalë njohurie, dikush na ka dhënë një zbulesë, një mësim që vërtet na ka ndihmuar në jetën tonë. Dikush na ka dhënë një korrigjim baritor që na ka larguar nga rruga e gabuar dhe na ka kthy prapë në rrugën e duhur. Pra ka shumë gjëra që ne i përjetojmë brenda kishës që s'mund t'i përjetojmë jashtë. Prandaj është e rëndësishme kisha për neve si besimtarë. Nuk është sepse, do ja plotësoj qefin pastorit kur shkojnë kishë do gëzohet pastori. Nëse vini për mua në kishë keni gabim, e keni kap gabim Biblian. Unë kur kam qenë besimtar, se tani jam shërbes, po kur isha besimtar në kishë, nuk shoja në kishë për pastorin. Edhe shpeshher ju kam treguar që fillimet e mia në kishë, kur ajo kisha ishte afërsisht 2000 veta, edhe për 2 vjet, Berti hajde fak këtu. Për 2 vjet, unë kam takuar pastorin tim vetëm 2 herë. Për 2 vjet, kështu që jeni shumë mirë. Mos u çani fare. Po për 2 vjet, unë kam taku pastorin vetëm 2 herë. Hera e parë, diplomova vitin e parë të shkollës biblike. E mora diplomën, edhe e takova pastorin. Edhe ai më tha, "Congratulations." Urime. Mas një viti, mbarova vitin e 2 të shkollës biblike. E mora diplomën. Me diplomë. Tani, kjo është diploma, ti më jep diplomën mu. Edhe ai më thot, "Congratulations." Ullu Berti, faleminderit. Këto ishin 2 takimet e mia me pastorin. Okej? Tani, jam i sigurt që nëse ju do takoni pastorin vetëm 2 herë, për 2 vjet ju do ishte shumë të mërzitur. Çfarë pastori është ai s'po flet me mu? S'm takon mu. Kam 2 vjet që vin këtë kishë, vetëm 2 herë më ka thonë congratulations. Çfarë pastori është ai? S'është fare pastor. Ja, se si mendon Mishi. E kuptoni? Mishi shqiptar. Ndoshta Mishi suedez domethënë. Se kjo ka ndodhur në Suedi, por dua të them që nëse ne kërkojmë për gjëra të ofendohemi brenda kishës, kena me gjetë miliona arsye. Sepse djalli do na jap. Pse? Se ai do me të largu prej kishës. Ai do që të largoj nga kisha se të rreth më mirë jashtë kishës. Okej? Kështu që ai kur të largon nga kisha, pastaj veç prit që ka me të ronë dajak. Okej? Por nëse ti nuk vjen kishë si tash me gjyku tjerët, po vjen me i dash tjerët, atëherë ti je safe, ti je shumë i sigurt. Kështu që
them, unë nuk u zhgënjeva lavdi Zotit. Pse nuk u zhgënjeva? Sepse e kapa që në fillim që arsyeja pse kisha ekziston nuk është për t'i plotësuar tekat e mia. Arsyeja pse dhuntit janë në kish nuk janë që mua të më kënaqin në farë mënyrë që unë të kënaqem me të flas me pastorin pas çdo shërbese. Jo, nuk është kjo. Unë për 2 vjet që kam shkuar në kish, përmes atij pastori jam bekuar jashtëzakonisht shumë. Pse? Sepse unë ushqesha çdo javë. Nganjëherë ishin 2 takime, edhe të mërkurën ishte takimi, edhe të dielën ishte takimi. Çdo javë unë isha aty, shi, bor, diell, edhe në Suedi ka më shumë shi dhe bor, dhe edhe në mod të keq, me biçikletë, shkoja 20 minuta me biçikletë deri te kisha, edhe isha me rrobat shiu normalisht, por do të them që isha shumë i lumtur, ulesha aty dhe e dëgjoja pastorin, edhe pse nuk e takoja fizikisht, pa merja nga fjala e Zotit, se mesazhi ishte shumë i vajosur, haleluja, edhe unë ushqesha, unë rritesha. Imagjino, mas 2 vjetëve në shkollë biblike, unë erdha në mision Shqipëri. Imagjino çfarë rritje për 2 vjet të shkosh në një vend që kur s'ke qenë, pa asnjë familje, pa askënd shkosh vetëm. Tani ju nuk keni njoftë mua më përpara, por unë asnjë javë s'më kisha menajet larg prindërve të mi. Një javë. Kam qenë shumë i lidhur me prindët e mi. Shumë. Kështu që edhe unë kur reflektoj tani çysh kam ujt prej Suedis me ardh këtu, është vetëm mrekulli. Do thotë brenda atyre 2 viteve në shkollë biblike, po edhe në kish, me mesazhet e pastorit, unë jam rrit aq shumë, bides kur Zoti më tha me shku në mision, thash Zot, po këta janë besimtarë 15-20 vjet, më shumë se unë, pse s'piqon këta? Unë kisha vetëm 2 vjet në Zotin. Pse s'po i çon këta? Po Zoti nuk më ktheu përgjigje. Por dua të them, sepse normalisht, jo për çdo pyetje që ja bëni ju, keni marrë përgjigje, ka dalë tani. Nganjëherë Mateo më pyet diçka e them, jo, s'ka përgjigje për këtë. Okej? Sepse ne mendojmë që për çdo gjë Perëndia do na jep atë. Jo, nganjëherë s'ka përgjigje sepse pyetja është gabim. Pyetja është gabim. Okej? Prandaj them që vajtja në kish, të dëgjosh, të marrësh nga fjala e Zotit, të marrësh nga fryma e Zotit, është shumë e rëndësishme. Nuk duhet ta neglizhojmë. Nuk është kjo, ju s'po vini në kish për pastorin. Nuk po vini në kish për të plotësuar një detyrim. Kjo është familja jonë. Kjo është familja e besimit. Ne duhet mësohemi të plotësojmë edhe ato urdhrime në Bibël që janë njëri tjetrin. Ta duam njëri tjetrin, ta nderojmë njëri tjetrin, të kujdesemi për njëri tjetrin, të këshillojmë njëri tjetrin, ta ndihmojmë njëri tjetrin. Krishterimi nuk është besim egoist. Nuk është besim thjesht të izoloj diku atje dhe të bësh ato mantrat e tua dhe të rish para një qiriu dhe të bësh atë jetën tënde. Ajo quhet idhujtari, ku je vetëm ti dhe Zoti dhe s'ke lidhje me tjerët. Ajo është idhujtari. Zoti na ka thirrur në familje. Zoti na ka thirrur, si tha, këtë vit unë kur isha në Suedi mora vërtet një fjalë nga ishte një pastor 80 vjeç, edhe më ka prekur shumë dhe fjala që e mora nga ai, e besoj është nga Zoti, tha kështu: bëj më të mirën që ke mundësi për Zotin, por bëje së bashku me të tjerët. Bëj më të mirën që mundesh për Zotin, po bëje së bashku me të tjerët. Zoti na ka thirrur së bashku. Dhe së bashku ne ta përjetojmë shumë më fuqishëm se sa vetëm. Së bashku ne mund të shërbejmë dhe mund të bëjmë shumë më tepër gjëra se sa vetëm. Edhe Jezusi që është Zot dhe Mbret, i pati 12 dishepoj. Nuk punoi vetëm. Kishte mundësi, por nuk ishte ky shembulli që ai donte ta linte. Nuk ishte kjo gjëja që ai donte të linte. Ai donte të linte çfarë? Një familje frymërore. Jo individ frymëror. Si Elia, që tha jam vetëm unë. Zoti tha, jo si je vetëm, jam edhe 7.000 tjerë. Okej? Mos tritet mendja shumë se je vetëm ti. Se s'kam zgjedh vetëm ty. Dhe nga njëherë unë gjilli
në disa rrethe është bërë aq shumë individualist, sa që ka humbur plotësisht konceptin e kishës. Vetëm çfarë ti mund të marrësh nga Zoti, si ti mund të rritesh me Zotin, si ti mund të përfitosh nga premtimet e Zotit, gjithçka ti, edhe kisha sfiguron kërkund. Dhe kjo nuk është Biblia. Kjo nuk është Biblia. Haleluja. Kështu që keni bërë shumë mirë, që keni ardhur sot, edhe bëni shumë mirë sa herë që shkoni në kishë, jo vetëm për shërbesën e predikimit, shërbesat e tjera që janë në ngjillizim. Okej? Nuk ka, domethënë, kisha nuk ka një shërbesë më të rëndësishme se tjetra. Çdo shërbesë është pjesë e kishës. Nuk është, themi, Berti ka grupin e adhurimit edhe ta bëj atë dhe ai është në rregull. E kreuaj detyrën e vet. Se s'po flasim prap dua të kthej, nuk po flasim që kisha është plotësuar detyra ndaj Zotit. Kisha është familja e Zotit. Ne jemi thirrur të ungjillizojmë, ne jemi thirrur për shembull të lutemi. Lutja nuk është shërbesa e almës. Zoti e ka thirrur të shërbej në lutje, por nuk është shërbesa e saj, lutja është shërbesa e çdo shenjtori. Amen? Amen, a jeni këtu? Haleluja! Zoti nuk ka thirrur vetëm almën mu lut, Zoti na ka thirrur gjithë të lutemi. Haleluja! Zoti nuk na ka thirrur, le të themi, Zoti nuk e ka thirrur vetëm një person ta lexojë Biblën. Gjithë na ka thirrur ta lexojmë Biblën, ta studiojmë Biblën. Zoti nuk e ka thirrur një person që të jetë ka dhunti ungjilltari, por Zoti na ka thirrur gjithëve të ungjillizojmë. Kjo është dhunti dhuratë për gjithë, nuk është vetëm për një person. Më falni. Haleluja. Zoti nuk ka thirrur, le të themi, vetëm një person që të jap financa për mbretërinë e Perëndisë. Na ka thirrur gjithëve që të kontribojmë. A ka një amen? Amen. Haleluja. Pra, Perëndia dëshiron që gjithë fëmijët e tij të jenë të shëndetshëm, dhe shëndeti frymëror vjen me gjitha disiplinat e krishterë, jo vetëm me një disiplinë. Jo vetëm lutu, jo vetëm lexo Biblën, jo vetëm ungjillizo, jo vetëm adhuro, por gjitha ka një ekuilibër frymëror. Në gjithë këtë ne duhet jemi të ekuilibruar, besimtar të ekuilibruar. Që këto gjërat na vinë natyrshëm, që lutjat na vinë natyrshëm kur përballemi me një vështirësi, të lutemi, jo të ankohemi. Kur jemi të gëzuar, çfarë thot Bibla? A je i gëzuar? Lavdëroje Zotin. A je në vështirësi? Luto. Pra ka zgjidhje për çdo situatë, Perëndia të thotë bëje këtë ose bëje atë. Por jo vetëm atë, por të gjitha në një jetë e ekuilibruar frymërore. Edhe mendoj që sa herë që vim në kish, balancohet jeta jonë frymërore. Se nganjëherë ne mund të marrim një kaje shumë në një drejtim dhe një kaje shumë, por kur vim kish, balancohet, se fryma e Zotit na kthen në ekuilibër. Ekuilibër. Dhe nëse nuk bëjmë diçka, fryma e Zotit na nxit, thotë, "Hey, e ke neglizhuar këtë." Por nëse bëjmë vetëm një gjë, fryma e Zotit, "Hey, e ke haruar këtë." Okej? Pra fryma e Zotit është balancuesi. Pa të ne çfarë do bëjna pa frymën e Zotit. Kështu që prandaj vim në kish, që të dëgjojmë, të balancohemi, të vim në ekuilibrin e duhur. Edhe ne nuk vjen kjo vetëm përmes fjalës, ja u thash, nuk vjen kjo vetëm përmes predikimit. Jam i sigurt që në momentin kur fillojmë lutemi edhe fillon adhurimi, fillon ato rrotët të vinë në vendin e duhur. Sepse ndoshta atë javën ke qenë i stresuar, ke pas probleme, se po jetojnë në botë, ka lloj-lloj sulme që vinë, edhe sa futesh në adhurim, okay, po vinë rrotat në vendin e duhur. Haleluja. Amen. Po ekuilibrohemi. Pastaj vjen një dëshmi ose vjen fjala e Zotit. Pra, po ekuilibrohem, okay. Këtu jam gabim, këtu duhet ndryshoj. Këtë po e bëjmë pak si tepër, duhet kthehem këtu. Këtë se kam bërë fare, okay, duhet filloj ta bëj prap. Pse? Sepse këtë bën një ati mirë. Një prind i mirë. Kur e shikon që fëmia nuk është rregull, për shembull nëse le të themi Mateo nuk është i mirë ushqyer, prindi menjëherë dallon. Nëse fëmia nuk ka pirë mjaftueshëm ujë, prindi menjëherë dallon. Fëmia nuk e dallon, çuditërisht. Për shembull Mateo mund ta lësh gjatë gjithë ditës edhe nuk i vjen për të ngrënë fare. Ose nuk i vjen për të pirë fare. Duhet konstant ta kujtosh fëmijën, se ka disa fëmijë të tillë.
Ka disa ju vjen me hong me pi, ton kon dush m'ja ndal, boll. Okej? Kështu që krijim varet nga mënyra se si është fëmia i gatuar, okej? Po prindi është balancuesi i fëmisë. Prindi është balancuesi i fëmisë, sepse prindi e vëzhgon atë nga mëngjesi deri në darkë. Po thuajse gjatë gjithë kohës përveç se kur është në shkollë. Po edhe atje kur është në shkollë i ka tjerë vëzhgues. Ka vëzhgues. Mësuesi është vëzhguesi i fëmijës. Edhe kur shikon që s'është mirë, një mësues i mirë, ç'a bën ndërhyn te jeta e fëmijës edhe e ndihmon. Kështu është edhe Perëndia. Ai ndërhyn jetën tonë, sepse ai na do. Amen. Ai ju do juve, ai më do mua, ai do që të kemi një jetë balancuar, por kisha është ekuilibruesi. Kur ne vim në kish, kur ne takojmë vëllezërit dhe motrat, ne e sillim veten në rrugën e duhur. Në gjendjen e duhur. Haleluja. Do të thuash diçka Mira? Okej. Kështu që gruaja është balancuesi i burrit. Haleluja, me çfarë fjala. Jo, lavdi Zotit, jam shumë i bekuar që kam një grua të perëndishme. Edhe dje kemi bërë 26 vjet martesë. Kështu që urime. Më ke duru për 26 vjet. Je heroin. Si tha, më kujtohet pastor Genti me shakane e tij, i thot njëherë babi të vet, pastor Genti, thot, babi, jo, mami, ti je heroina këtu, në shtëpi, sepse je shumë, edhe vërtet, mamaja pastor Genti ka qenë një person i mrekullueshëm, edhe në karakter shumë i dashur, edhe pastaj babi më duket e pyet, thot, nëse ajo është heroina, kush jam unë, e kupton? Edhe ai do ti je koka, kështu ti je kokaina. Ti je heroina, ti je kokaina. Kështu që Miranda ti je heroina, nuk e di ajo kokaina. Okej. Lavdi Zotit. Kjo ishte shaka, për juve që e merrni jetën shumë seriozisht, kjo ishte shaka. Halleluja. Sepse as heroinën as kokainën ne nuk i përdorim edhe nuk i reklamojmë. Por e them me Mirandën që vërtet lavdi Zotit. Zoti më ka bekuar me një grua të mrekullueshme edhe jam shumë i bekuar. Mirë, le ta falenderojmë Zotin për aq sa kemi marrë, sepse një predikim nuk e shteron gjithë Biblën, por jam i sigurt që keni marrë diçka nga Perëndia. Edhe le ta falenderojmë Zotin që edhe sot ai na ekuilibron, na balancon, sepse ndoshta kemi lëvizur dikun ku s'duhet lëvizim, ose jemi duke u marrë me diçka që s'duhet merrem edhe Zoti po na thotë jo, ndalo këtë, es në këtë drejtim. Këto i din vetëm fryma e shenjtë që ju ka fol sot. Unë kam fol këtë që fola, po fryma e Zotit ju ka fol juve, jam i sigurt më shumë se atë çfarë unë kam ndarë, se ai gjithmonë flet, ai përdor disa fjalë pa ma ai na flet. Kështu që le të lutemi që t'i bindemi Zotit. Edhe gjithashtu urojmë seardhje për motrën që është mesin tonë, është hera e parë që jeni këtu? Po? Po. Okej. Jeni shumë në këtë ndërtesë. Okej, se mu duk si fytyrë e parë, por mi se erdhe në këtë ndërtesë. Okej, le ta falenderojmë Zotin. Haleluja. Haleluja, Perëndi shenjtë, të falenderojmë ty në emrin e Jezusit që ti je Perëndia ynë dhe ti kujdesesh o Zot për gjithçka o Zot, për fëmijët e tu o Zot. Dhe faleminderit që kisha është familja jote o Zot dhe ne jemi pjesë e kësaj familje dhe familja jote është frymërore dhe shumë e madhe o Zot. Ne jemi thjesht pjesë e vogël e gjithë familjes tënde o Zot, mbar botërore. Dhe atë faleminderit për këtë privilegj që kisha është e jotja dhe jo pronë e një njeriu ose disa njerëzve, dhe kur s'ka qenë pronë e njerëzve, edhe kur s'do jetë pronë e njerëzve, kisha jote është familja jote, është e jotja o Zot,
Dhe ne jemi të privilegjuar që jemi pjesë e trupit tënd Jezus, e kishës tënde. Faleminderit që kujdesesh për ne, na ushqen me butësi, kujdesesh o Zot dhe na ushqen. Dhe faleminderit që na balancon Perëndi, që na vendos në ekuilibër, që jeta jonë të mos jetë në ekstreme, po të jetë e balancuar, që çdo gjë të rrjedh në mënyrë të natyrshme nga dashuria që kemi për ty, sepse ti na ke dhënë kaq shumë dashuri, Zot. Zot, bëj që sa herë që vim në kishë, Zot, e mblidhemi së bashku, të gjejmë mënyra për ta dashur njëri tjetrin dhe jo për ta gjykuar njëri tjetrin. Të gjejmë gjëra për të lartësuar të tjerë dhe jo për t'i dënuar ata. Të mos vim në kishë për të gjetur gabime, se gabime ka plot, o Zot, dhe pa përsosmëri ka kudo, o Zot. Por të vim në kishë për të gjetur ty të njëri tjetri, se ti jeton të fëmijët e tu, ti jeton në zemrat tona, Jezus. Bëj që të kërkojmë ty të njëri tjetri dhe të lartësojmë ty të njëri tjetri. Haleluja, dhe dhurata që ti ke vendosur brenda secilit prej nesh. Zot, faleminderit Zot që ata që kanë kohë, Zot, që nuk e kanë pa kishën si duhet, faleminderit që ti hap sy që ta shohin kishën siç duhet, o Zot. Ashtu siç ti e shikon, që ta çmojnë kishën, ashtu siç ti, o Zot, e çmon dhe vdiqe për të, o Zot, i derë dhe gjakun tënd për kishën, o Zot. Kisha është shumë e rëndësishme për ty, o Zot, bëhet jetë e rëndësishme edhe për ne, o Zot. Faleminderit për çdo disiplinë të krishterë që e mësojmë këtu në kishë. Faleminderit për lutjen, faleminderit për dashurinë për fjalën, faleminderit për adhurimin, faleminderit për dashurinë për të humburit. Na mbush edhe më shumë me dashuri për të humburit. Na jep urtësi si të arrijmë të humburit këtu në Tiranë dhe këtu në Shqipëri dhe në kombin tonë, Zot, dhe në kombet e tjera, Zot, kjo botë ka nevojë për ty. Na ndihmo që të jemi dritë dhe krip, siç ti na quan, se jemi, o Zot, që ne jemi dritë dhe krip për këtë botë, o Zot. Faleminderit, Zot. Faleminderit, Zot, edhe për shërbesat që do rifillojnë këtë javë pas një pushimi veror. Faleminderit, Zot, që ti na riaktivizon po ashtu, o Zot. Na rifokuson tek gjërat që janë të rëndësishme, o Zot. Haleluja. Dhe ne e dim që ka stim për çdo gjë. Dhe ne futemi sërish në stinën e tillë, o Zot, dhe të falenderojmë për stinë të reja, Zot, në kishën fitoria. Bekuar qoftë emri yt, o Zot. Bekuar qoftë emri yt. Dhe për ata që janë larg kishës tënde, Zot, kthej, ne lutemi ti kthesh në kishën tënde, o Zot. Që i ligut mos i përtyp, që i ligut mos i shkatroj, o Zot. Kthej delet e tua në vathën tënde. Dhe nëse mund ta bësh përmes nesh, ne jemi të gatshëm që ti kthesh delet e humbura, o Zot. Ne duam, o Zot, që të jemi vegla jote për të kthyer dhe delet e humbura në vathën tënde. Na ndihmo, Zot, ti ndihmojmë dhe të mos i gjykojmë tjerët. Në emrin e Jezusit ne lutemi. Haleluja. Haleluja. Gjithë thanë, amen. Amen.